Ka nisur punimet Komisioni për çështjen e brendshme dhe mbrojtjes. Në fjalën e tij, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka u shpreh se arsyeja sepse komisionit ju ndrua emri nga Komisioni për Sigurinë Kombëtare është sepse kjo mazhorancë dhe kryeministri Rama ja kanë besuar sigurinë kombëtare karteleve të drogës. Ai megjithatë ka siguruar se edhe pse përball një qeverie të dalë sipas tij nga një farsë elektorale nga 11 maj, do të vijojnë punën në komisione dhe jetë parlamentare. Joni dhe bota, besoj se çështjet e sigurisë dhe të mbrojtjes mbeten nga më të rëndësishëm për çdo shtet. Kështu që duke qenë edhe organi më i lartë ligjvënës dhe organi gjithashtu ku institucionet ndryshme japin llogari dhe për të cilat ne jemi përgjegjës për monitorimin e zbatimit politikave kombëtare, besoj se do kemi një kontribut shumë të çmuar në këtë aspekt. Agent për javën që vjen nuk kemi sepse në bazë të kalendarit të miratuar nga konferenca kryetarëve edhe nga programi nuk është parashikuar dhe nuk ka ligj që duhet ta shqyrtojmë, kështu që besoj me prurjen e re që u njoftua në seancën plenare nga kryetari i kuvendit të 19 ligjeve të ardhura nga qeveria, aty janë edhe ligjet për të cilat kontributi jon është i domosdoshëm, edhe ne jemi komision përgjegjës, kështu që besoj në mbledhjen e radhës do miratojmë edhe një kalendar pune për ecurinë edhe vazhdimin e komisionit. Sot ishte dhe është thjesht një mbledhje konstituive për të filluar punën nga komisioni. Ju uroj punë të mbarë të gjithë dhe një bashkëpunim sa më të frymshëm në të mirë të përbashkët të shqiptarëve. Kush dëshiron fjalën, mund ta marrë, po. Zoti Balliu. Faleminderit. Mendoj edhe nga vetë natyra e këtij komisioni duke marrë parasysh dhe gjendjen aktuale të vendit bazuar mbi raportet ndërkombëtare, veçanërisht raporti i fundit i Departamentit të Shtetit, që ka sjellë në fokus lidhjen që ka sot politika me krimin organizuar, qoftë kjo në pjesën e pastrimit parave, që është patjetër një cënim direkt i sigurisë kombëtare të vendit dhe besoj dhe shpresoj që ky komision të mblidhet sa më shpesh sepse e kërkon vetë situata dramatike ku ndodhet vendi në këtë aspekt. Përsëri duke u bazuar edhe raporteve më të fundit të antimafjes italiane të botuara tani më në të gjitha mediat botërore, është e rëndësishme që ky komision përpos projekt ligjeve apo ligjeve të reja që do të vendosë dhe do të bëj, të respektojë dhe të garantojë respektimin e ligjeve aktuale që janë sot. Siç e dini, shumë prej jush më mirë se unë, vendet më të korruptuara kanë më shumë ligje se çdo vend tjetër. Ne duhet të garantojmë që ligjet që kemi sot të respektohen dhe për këtë duhet të thrasim dhe të vëmë para përgjegjësisë të gjithë njerëzit të cilët nuk po kryejnë detyrat në veçanti ato të sigurisë. Siç thash dhe më parë, bazuar dhe në këto raporte ndërkombëtare, ky komision duhet të thrasë dhe duhet të informohet nga institucionet përkatëse në lidhje me takimet që supozohet dhe sipas raporteve të profesionale të antimafjes italiane, politikanë në nivelet larta të qeverisë kanë pasur kontakt direkt me personalitetet të krimit organizuar, që është patjetër një tjetër pikë që cënon sigurinë kombëtare të vendit. Në këtë aspekt, Partia Demokratike patjetër, si gjithmonë do jetë e hapur për diskutim dhe për debat, dhe ta kthejmë këtë komision në një komision ku t'i çojë përpara agjendën për mbrojtjen e vendit dhe të sigurisë. Siguria kombëtare është e gjithëve, nuk i përket një partie, por të mundohemi mos të mbrojmë interesat partijake, por të mbrojmë interesat që i kanë të gjithë qytetarët shqiptarë. Nuk duhet harrojmë që në këtë vend fatkeqësisht prej kohësh tani më kemi pasur qytetarë të pafajshëm që kanë mbetur viktimë e përplasjeve të bandave, të cilat duken se janë të gjithë pushtetshme prej vitesh tani më. Këtu mund të përmendim rastin e Memaliajt, rastin e Don Boskos, apo dy tragjedit e tmerrshme me humbje jete në Shkodër. Në këtë aspekt, dhe kjo do jetë një çështje që ky komision do duhet të merret vazhdimisht. Thënë këto,
Partia Demokratike ka qenë, është dhe do të mbetet e gatshme për bashkëpunim për sa kohë kërkohet të luftohet krimi i organizuar, por ka qenë dhe do të mbetet armike e të gjithë atyre të cilët kërkojnë të lidhin politikën me krimin e organizuar, sepse ajo cënon çdo aspekt të sigurisë kombëtare.